Paketa e maleve është ligjërisë apo miratuar për investime në zonat malore. Kjo ofruar për të gjithë të interesuarit, qoftë emigrant apo rezident, të cilët kanë dëshirën dhe vizionin për të ndërtuar në tokën e tyre. Nisma e qeverisë Rama 3 synon të ofrojë një qasje realiste për tërheqjen e investimeve në zonat malore të vendit fal politikave të reja të mbështetjes kundrejt investitorëve. Paketa e maleve u prezantua në një takim të zhvilluar në Kalan e Rozafës në Shkodër, ku mori pjesë kryeministri Edi Rama, së bashku me ministrin e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Goxha, ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku, kryetarin e Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, kryetarët e bashkive të zonave veriore të vendit, sipërmas të ndryshme të tjerë. Paketa synon të krijojë një ekuilibër në zhvillimin e qëndrueshëm të aktiviteteve ekonomike të turizmit malor, bujqësisë, industrisë dhe inovacionit të lidhur me ekosistemin e këtyre zonave, bazuar në mbrojtjen e peizazhit natyror, ruajtjes së trashëgimisë kulturore, kulturës dhe identitetit lokal në këto zona të shpallura me përparësi për zhvillimin e ekonomisë malore.